Jeta ish deputeti i Partisë Socialiste Andis Harasani, ai ka mbyllur syt për gjithmonë ditën e djeshme në moshën 54 vjeçare. Harasani ka ndërruar jetë si pasojë një sëmundje të rëndë, prej së cilës po vuante prej 2 vitesh. Ndarje nga jeta e tij ka bërë media avokati Agim Muço përmes një postimi në rrjetet sociale. U njoftova se u nda nga jeta pas një sëmundje të rëndë Andis Harasani. Andisin e kam njohur kur e kisha student në Fakultetin Ekonomik. Ishte vërtet një student inteligjent. Më pas punuam bashkë te Deloitte & Touche Tirana. Ishte një tiron si omël, por dhe djali zoti, shkruan miku ish deputeti të PS-s. Andis Harasani është zgjedhur 2 herë deputet, në zgjedhjet e vitit 2005 dhe ato të vitit 2009, teksa nga shtatori i vitit 2002 deri në korrik të vitit 2005 ka qenë drejtori i korporatës elektroenergjitike shqiptare, KESH. Në vitin 2012 ai dha dorëheqje nga mandati i deputetit dhe u shpërngul në SBA. Megjithatë, ai nuk u largua jetës publike, duke qenë prezent në rrjetet sociale si një kritik i ashpër i Ramës dhe PS-s. Lajmin e trisht e ka konfirmuar edhe bashkëshortja e tij, Suela Kaplani Harasani, ish deputeti i PS-s, është babai i 2 fëmijëve, Thea dhe Henry. Ai luftoi për 2 vite me sëmundjen e rëndë të kancerit, por fatkeqësisht e humbi betejën. Të dashur miqë e familjar, me idhërim të thellë njoftojmë humbjen e parakohshme të njeriu ton të zemrës, babait, bashkëshortit, djalit, vëllait, mikut Andis Harasani. Andisi ynë luftoi për jetën me forcën, besimin dhe vendosmërinë që e karakterizonte gjithmonë. Ai luftoi fort për ne dhe nuk rreshti kur së dhuruari i dashuri, mbështetje e forcë. Fatkeqësisht e humbën betejën kundër kancerit. Unë, Thea dhe Henry jemi përjetësisht mirënjohës për këtë rrugtim jete që krijuam bashkë. Ti do mbetesh në zemrat tona, njeriu ynë më i shtrenjtë, me humor të pakrahasueshëm, gjithë mençuri e guxim për të ecur përpara. Do na mungosh pafundësisht dashuria jon, shkruan bashkëshortja në rrjetet sociale. Kush ishte Andis Harasani, ish deputeti që mori 2 mandate në kuvent, por la në mes rrugtimin politik për arsye personale. Andis Harasani ishte një nga drejtorët kryesor të Fatosnanos në vitin 2005, që u fut politikës përmes kandidimit për deputet. Deri në atë vit ai kishte drejtuar korporatën elektroenergjitike shqiptare KESH, moment kur në anë e thirrri për ta kandiduar përballë Shaban Memis në një nga zonat e Tiranës në njësi numër 4. Harasani e fitoi përballjen me kandidatin demokrat dhe ishte nga të paktët socialistë që fitoi në kryeqytet, ku mori edhe mandatin e parë të deputetit. Pas ndryshimit të lidershipit socialist, pas humbjes së zgjedhjeve, ai ishte sërish një nga kandidatët e Edi Ramës në Tiranë, këtë herë jo në njësi numër 4, por në zonën e Rogozhinës. Në vitin 2009, Harasani fitoi mandatin e dytë parlamentar, por që nuk do ta përfundonte atë. Në vitin 2012, vetëm një vit para zgjedhjeve të përgjithshme, që do të shënonin edhe rikthimin e socialistëve në pushtet, ai vendosi ta lërë mandatin për arsye personale, siç e deklaroi edhe publikisht në atë kohë. Pas plot 7 vjetësh si deputeti i Partisë Socialiste dhe përfaqësuesi votuesve të qarkut të Tiranës, kanë vendosur të dorëzojë mandatin e deputetit për arsye tërësisht personale. Dëshiroj të siguroj të gjithë votuesit e mi, si dhe të gjithë antarësinë e Partisë Socialiste, se pavarësisht shkëputjes nga aktiviteti parlamentar, do të vazhdoj të mbështes dhe të punoj për siguruar fitoren e Partisë Socialiste në zgjedhjet e ardhshme parlamentare, deklaroi Harasani aso kohe. Vendin e tij e zuri aurontare, ndërkohë që Harasani vjoi angazhimet e tij personale jashtë Shqipërisë.